Policia e shtetit njofton të gjithë aplikantët për shkollën bazë të policisë për patrullë të përgjithshme se testimi me shkrim do të fillojë të kryhet më 18 mars. Me anë të një njoftimi për shtyp, policia e shtetit lë të kuptohet se testimi me shkrim nuk do të kryhet vetëm brenda një dite, por do të fillojë më 18 mars dhe më pas do të vijojë në ditët pasuese, kjo për shkak të numrit të madh të aplikimeve. Testimi me shkrim i kandidatëve do të fillojë më datë 18 mars dhe do të shtrihet dhe në ditët pasuese, nisur nga numri tepër i lartë i aplikimeve, ku në të gjithë vendin kanë aplikuar 10.035 persona, nga të cilët 1.558 femra dhe 8.477 meshkuj, thuhet në njoftimin e policisë së shtetit. Testimi me shkrim do të zhvillohet tek Pallati i Kongreseve dhe korrigjimi i testimit do të kryhet me skaner, duke mundësuar që kandidatët brenda ditës të njihen me rezultatin e pikëve të grumbulluara gjatë testimit. Për ditët e testimit me shkrim, sipas grupeve, kandidatët do të njoftohen në vijimsi, ndërkohë që çdo informacion i nevojshëm mbi procesin do të publikohet dhe në faqen e internetit të policisë së shtetit, asp.gov.al. Përfundon njoftimi i policisë së shtetit. Gjithsej do të jenë 300 fitues për shkollën bazë të policisë për patrullë të përgjithshme, të cilët më pas do të kalojnë në fazën e dytë, atë të testit fizik.